ka pas shtëpi që cilat dritarët ju kanë thënë. I numërojshim avionët e NATO-s që i pajshim u dokshin në qiellin e hapur. Sa bukdhënës kanë qenë njerëzit në atë kohë. Ishte këtë natë, na shtinë në përdo, le të themi, shkurre, këtë në anën tjetër, nana jam mi pa qitë do pambu kanë vesh. Mi pa të shtinë vesh, që tek që atëherë këmë kuptu se qka është të dash me u bo, edhe e pa ta kuptu që kanë me nisë ato bombardime, ishte kohë lufte, ishte kohë e vështirë. Kohë bombardime mu dhe familjen time më kanë zonë në fshatin e Rek, rrjedhimisht Zasel, më pas ku kemi lëviz dhe kemi shku atë natë. Mandej, situata ishte aqe ranë, aqe tensionune, ke shumë banor në një shtëpi dhe ne vendosëm të lëvizim prej aty. Dhe kemi lëviz prej fshatit Zasel në Kam për me shku në vendlinjen tonë, në fshatin Bajgor. Në atë kona s'kishim prona, e vetëmja çfarë kishte mbet në lagjën tonë në Bajgor ishte shtëpia e Basit Megjit, e cila ju kishte vënë flaka, po kur ishin tërheq sërbt, AGM që ishte në atë kohë ushtari Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, kishte ardhur prej zona afër ku ishte dhe kishte fik zjarrin. Të tjerat, gjitha shtëpiat e lagjës kanë qenë të gjitha të shkatruara. Kemi nejt 2 ditë aty, dhe më pas prej fshatit Bajgor kemi shku në fshatin Bare. Dhe për një kohë jemi strehu të familja e Mehmet Gjafës. Ajo çfarë më shumë dëgjoje në qatë periudhë kohore prej fshatit Bare, që në vija ajrore duhet jetë ndoshta largësi 1000-1500 metra prej fshatit Bare deri te që zona e Majdanit ku zhvilloheshin luftimet. Dëgjoje krisma të armëve. Një prej momenteve që ende e kujtoj shumë qartë, delshëm aty në lagjën tonë është një zonë e përbashkët që shfrytëzonin këtë lagja. Ka qenë një ditë shumë e bukur me diell. Edhe ka qenë prell i 99-ës, edhe i numërojshim avionët e NATO-s që i pajshim u dokshin në qiellin e hapur. Edhe disi u ndjekje një farë ndjenje çlirimi, një farë relaksimi i asaj kohe, edhe se ka qenë shumë kohë e ranë, kohë e luftës. Edhe ato i kujtoj prej fshatit Bajgor. Edhe ne kalum. Ka Gumnishta, Nrashan, Cornush, dikun në ora 11 natës, po tash ishte interesant nga printe që ky Baci Megjit. Edhe Cornusha ka qenë zonë ushtarake. Ka qenë bazë ushtarake, edhe sot është FSK-ja e ka dhe policia kanë për çështje stërvitje të tyre Cornushën. Dhe ai e dinte zonën mirë, edhe ishte këtë natë, na shtinë në përdo, le të themi, shkurre, këtë në anën tjetër, edhe dikun në ora 11 natës më rrim në fshatin Këqeqna, tek vajza e tij ku ishte martuar. Atë natë kemi nejt aty. Sa veta ishit? Minimalisht kemi qenë 30. 30? Po, edhe është interesante pra sa bukdhënës kanë qenë njerëzit në atë kohë. Ka ardhur një autobus, kemi hy në autobus, edhe kemi shku dhe Mitrovic. Ka pas shtëpi që cilat dritarët ju kanë thënë, prej detonimit që shkaktonte kur benin ato raketat e NATO-s eksplozive. Në shtëpinë ku ne jetonim, domethënë ka pas çara në mord, të cilat i vreshit që u shkaktojshin prej atij detonimi